Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi, 9 shkurti, të sjell një valë të fortë energjie dhe motivimi. Do ndihesh me i vendosur për të marrë iniciativa dhe për të shtyrë përpara planet personale. Në punë mund të dalë mundësi interesante, por mos u nxito. Analizimi i detajeve do të ndihmoj të shmangësh gabimet. Financat kërkojnë maturi, shmang blerjet impulsive dhe investimet e pasigurta. Në dashuri, pasioni rritet ndjeshëm. Çiftet mund të ofrohen më shumë përmes bisedave të sinqerta, ndërsa beqaret kanë shanse për një njohje që nis papritur. Demi, kjo ditë të fton të fokusohesh te stabiliteti dhe siguria personale. Mund të mendosh me seriozisht për financat dhe për plane që lidhen me të ardhmen. Në punë, përkushtimi yt vlerësohet dhe mos e tepro me lodhjen. Pushimi është po aq i rëndësishëm sa puna. Në dashuri kërkon qetësi dhe ndjenje të qëndrueshme. Çiftet mund të forcojnë lidhjen përmes momenteve romantike në shtëpi. Binjakët, komunikimi është arma jote më e fortë sot. Do ndihesh më social dhe më i hapur ndaj ideve të reja. Në punë, informacionet që merr mund të ndikojnë pozitivisht në vendimet e tua. Financat kërkojnë organizim më të mirë, ndaj bëj një plan të qartë shpenzimesh. Në dashuri, bëj një plan të qartë, më të mirë dhe më të sigurt. Në dashuri, flirtet janë të mundshme, ndërsa çiftet duhen të shmangin debatet për keqkuptime të vogla. Gaforja, 9 shkurti, sjell ndjeshmëri të thellë dhe intuit të fortë. Mund të ndjehesh më emocional se zakonisht, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë nevojat e tua. Në punë, mbështetu tek instinkti për vendime të rëndësishme. Në dashuri lidhjet forcohen përmes sinqeritetit dhe kujdesit të ndërsjellët. Beqaret mund të ndihen nostalgjik për një person nga e kaluara. Financat kërkojnë vëmendje. Luani, një ditë të vendos natyrshëm në qendër të vëmendjes. Karizma jote është e fortë dhe ndikimi mbi të tjerët rritet. Në punë mund të marrësh vlerësim ose një propozim interesant, por kujdes nga egoja. Bashkëpunimi sjell më sukses se sa imponimi. Financat janë relativisht të qëndrueshme, megjithatë shmang shpenzimet për luks të panevojshëm. Në dashuri, pasioni ndizet, çiftet përjetojnë momente intensive. Virgjëresha, 9 shkurti, sjell fokus të madh te detajet dhe organizimi. Në punë, aftësia jote analitike të ndihmon të zgjidhësh probleme për të tjerët i shmangin. Mund të ndihesh pak i mbingarkuar, ndaj mos hezito të delegosh. Financat kërkojnë planifikim të kujdesshëm, sidomos për shpenzimet e ardhshme. Peshorja, harmonia dhe balanca janë temat kryesore të ditës. Do kërkosh paqe në marrëdhënie dhe qartësi në vendime. Në punë, bashkëpunimi sjell rezultate pozitive, sidomos në projekte ekipore. Financat janë të qëndrueshme, por shmang blerjet emocionale. Në dashuri, romanca rritet nëse shpreh ndjenjat hapur. Çiftet mund të forcojnë lidhjen përmes një aktiviteti të përbashkët. Akrepi, energjia emocionale është intensive sot. Do ndihesh i motivuar për ndryshime të thella personale. Në punë, përqendrimi yt është i fortë dhe mund të bësh përparim të rëndësishëm, por shmang konfliktet e panevojshme. Financat kërkojnë vëmendje dhe kontroll më të madh. Në dashuri, pasioni është të theksuar, çiftet përjetojnë momente intime. Shigjetari, 9 shkurti, sjell optimizëm dhe dëshirë për zgjerim personal. Mendja jote kërkon horizonte të reja dhe ide frymëzuese. Në punë, mund të lindë një mundësi interesante ose një projekt që të motivon. Financat janë mesatare.
ndaj shmang, premtime apo shpenzime të nxituara. Në dashuri kërkon sinqeritet dhe liri emocionale. Britsjapi, kjo ditë të shtyn të përqendrohesh te qëllimet afatgjata dhe përgjegjësitë. Në punë, përpjekjet e tua fillojnë të japin rezultate dhe pse gjithçka ndodh gradualisht, financat janë e përmirësimin nëse vepron me disiplinë. Në dashuri, kërkon stabilitet dhe besim. Çiftet mund të flasin për plane serioze, ndërsa beqaret ndihen më selektiv se zakonisht. Ujori, energjia kreative është e lartë dhe ideat rrjedhin lirshëm. Do ndihesh i frymëzuar për projekte të reja ose për ndryshime personale. Në punë, mendimi yt origjinal vlerësohet, sidomos nëse punon në ekip. Financat kërkojnë kontroll më të mirë. Në dashuri, surprizat janë të mundshme. Çiftet mund të provojnë diçka ndryshe. Peshqit, ndjeshmëria dhe imagjinata janë shumë të forta sot. Në punë, intuita të ndihmon të marrësh vendime të zgjuara, sidomos në situata të paqarta. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por shmang huazime emocionale. Në dashuri, kërkon lidhje të thellë, shpirtërore. Çiftet përjetojnë momente romantike, ndërsa beqaret mund të ndihen më ëndrrimtar se zakonisht. Është ditë ideale për art, muzikë, meditacion ose aktivitete që ushqejnë shpirtin. Shëndeti emocional përmirësohet nëse qëndron larg energjive negative. Lejoje veten të pushosh dhe të reflektosh. Zëri yt i brendshëm është udhërrëfyesi më i mirë sot. Dëgjoje me vëmendje. Ky horoskop për ne të shkurtin na kujton se çdo ditë sjell energji të reja dhe mundësi për rritje personale, pavarësisht në shenjës që i përket. Kjo është një kohë e mirë për reflektim, për vendime më të vetëdijshme dhe për forcimin e lidhjeve me njerëzit që kanë rëndësi për ty. Planetet nxisin sinqeritetin emocional, komunikimin e hapur dhe kujdesin për veten. Disa shenja do ndjejnë shtysë për ndryshim, të tjerat për stabilitet, por mesazhi i përbashkët është balanca mes mendjes, zemrës dhe veprimeve. Mos harro se horoskopi është udhëzues, jo rregull i prerë. Zgjidhjet e tua kanë gjithmonë fuqi më të madhe. Dëgjoj intuiten, ruaj qetësinë në situata të paqarta dhe mos e nënvlerëso forcën dhe veten tënde. Faleminderit, like, subscribe nëse ju pëlqyen.